I lartë i CIA-s, kur them shumë i lartë, ishe në nivelin e Euroazis. Vjen merr kontakt edhe në Shërbimin Sekret Shqiptar. Në vitin diçka 98, nuk më kujtohet më po di që ka qenë ftoft, ka qenë dimër. Unë në atë kohë isha shef në drejtor në Elbasan dhe për shkak të origjinës time unë kisha goxha kontakte me këtë strukturë që ishe krijuar me UÇK-n. Po? Kisha disa kontakte të mia. Dhe synimi im në atë kohë ishte Ishte dhe vetë shqiptar i Kosovës. Synimi im ishte në atë kohë që unë të furnizoja shërbimin me informacion të dorës parë në mënyrë që edhe më mend kam folë edhe me shefat kryesorë aty që oso do kur po iku edhe ky rast dhe nuk e mbështetëm Kosovën, unë kisha parasysh eksperiencën e sigurimit që e stërviti dhe nuk veprua as i ditë. E thash, o sot o kur ne do të bëjmë çmos që ta mbështesim sepse do përsekutohen, do bëjnë atë që kanë bërë, që dinë bëjnë më mirë serbët. Kur erdhi ky autoriteti shumë i lartë në shërbim, është njoh me këto. Ndërmjet tjera dhe ai kërkoi takim me mua direkt. Po, personalisht du të takoj nën kolonel isha në të kohë, Shalen. Edhe më vjen ndjeni mu, thash, me thonë drejten, që pun ka me mu, thash, Allah. Edhe... Në 98-ën ka? Në 98-ën do t'jetë ta them unë kohën, do ketë 20 minuta takim, cila është tema? 1, 2, 3. Këto që Rubio i nxorri në... James Rubin i nxorri në dëshminë e tij. Në dëshminë e tij në Hag. Pra, çka ka verifikuar CIA. Erdha i burri votës, gjithaj shoqëroheshin një 4-5 nga ato forestratat që fillojnë këtu e marronin 8 metra. Si që kanë Amerikanë gjë kështu të madhe. Dhe erdhe dhe hyshin këto zyrat tona që aty zënë me zëri i fjatë. Zyrë kishim në atë kohë shpinë e Shëfshet Vërlacit. Wow. Më vonë në Elbasan. Shpinë e Shëfshet Vërlacit? Po, i shpinë, që ishe... Ju këthy pasaj... Se ai ka pasur të thua kala shtet brenda shtetit? Jo në kala, ishe shtëpia pionerëve që i thoshin dikur. Jo, kala do dhe kështë bërë i mu rrethuse. Ai ishe shtet brenda shtetit. Dhe u hapën zytë gjithë, sepse ishe mund në gjithë me kafën, me kineman. Nese, u bën këto biseda. Unë kam dhënë dëshminë time, jam intervistuar. Jam intervistuar. Çfarë mendimi ke për këtë, çfarë mendimi ke për gjitha këto çështje? Të pyeti konkretisht për raporte për drogën për këto? Për gjitha. Dhe si ishte përgjigjja juaj? Po përgjigjja ishte që këto janë shpifje serbe gjitha. Bravo. Janë të gjitha serbe. Dhe ku erdhi puna për infiltrimet edhe nga islamike dhe nga këto, kjo i intereson atyre. Bile më meni kam thënë një shprehje kështu. Nëse ju nuk do ta mbështetni edhe këtë herë, nuk është në çudi që të vinë edhe islamikët ta mbështesin. Me të thënë drejtën, dosha më fut pak frikën. Dhe këtë shprehje kam përdor. Nuk po them tjetër se vumë edhe një bast me atë bile. Edhe unë fola... Kush e fitoi? Basti kush e fitoi? Asjani. Dhe unë do në një farë mënyre ke dhënë dhe ti dëshmi për CIA. I thash, po CIA, po aty ishin gjithë shërbimi, elita ishin disa profesues të shërbimit sekret shqiptar. Ishin zyrtare, se unë jo me CIA, po mas mën s'marr kontakt nëse nuk më lejon pozicioni zyrtar. Patjetër. Ashtu, dhe aty unë thash, do flas për gjë, thash unë, do flas unë jam vetëm origjinë kosovar tash dhe unë do flas si kosovar tash, nuk do flas më si shef i shërbimit, me çliruj çik edhe këta nga kjo ndjenja edhe ata një skuqi, një zverdhe, hyna drejt, bam. Dhe kam përdor një shprehje e tillë, Landi se përdor për herë të parë. I thash se tha, po ja, tha ne në fund. Ja ne do t'i shohim këto gjëra, po nuk është se kemi në dorë ne. Ju si keni në dorë, ju kur doni për 24 orë zoni qeveri, kam thonë, shprehimi është kështu. Ai u çun kam pastaj ka bikështu dhe tha që ke djali sinqert. Atëherë u shkriva dhe unë. Dhe këto më pas që anodhi, nuk e di sa ka zgjatë, duket ata i kopsitën, unë mund t'isha njëri nga intervjuar, mund t'ishin, nuk e di sa, po unë pak t'isha nga kryesorët që kisha
informon shërbimin tonë që shikon ne duhet të merremi me këtë çështje dhe linjat funksionojnë kështu, sepse nuk e dishin sakt mënyrën, sepse shumë hiqeshin shumë se po të bëjmë pyetje, nëse të thrasit ty si dëshmitar në Hag, do të dëshmoje? Çfarë do dëshmoje? Patjetër do të dëshmoje. Unë kam shumë për të dëshmuar, po vëmëtaria në atë kohë jo të gjitha se mund të kthesh edhe i akuzuar, jo vetëm dëshmitar. E kupton? Fesh akuzuar. Ne kemi akuzuar ti për mbrojtur popullin e Kosovës. Ne pikërisht. Ti ishe i Kosovës. Unë kam thënë që do mbroj fisin tim, mbroj familjen time, mbroj gjitha. Ti do doje të dëshmoje? Ti thoshe këto të gjitha? Absolutisht që po të mi kërkoshin do t'i thoja. Se Fatos Klosi doje dëshmitari, i avokat, po doje dëshmitar. Po normal, edhe nuk është ne çudi që Fatos Klosi ta dëshmoj këtë, që po jo, ka thënë vetë edhe këtu në këtë studio, në këtë e ka thënë që do në këtë televizion e ka thënë. Din edhe shumë se sigurisht ka ishte shërbim. Po jo, po flas që dhe si rrollën ngjarjet Amerika përfundimisht krijoi idenë e saktë çfarë ashtu që këja. Dhe nuk ka zgjatur, nuk e di sa kohë ka zgjatur, por u bë një takim një nga ato në kohë që u quajt Richard Holbrooke, po ai që shkoi atje. Vajti në Lunik dhe bëri një takim. Aty pas u përmbys. Kaq ishte filmi. Kaq ishte. Foto tjetër? Nëna është im thaqit, shikar sa qa bluzë e bukur. Gjithë krerët e UÇK-s që janë Hag. Qa simbolike. Po, kjo vujtin në kohë të luftës dhe po vunë edhe në kohë të demokracisë, domethënë. Dhe kjo është vujtja më e madhe është tashi, jo atëherë. Se atëherë kjo ka qenë e qartë se çfarë rrugë ka filluar Hashimi, por që mund të jepte edhe jetën, po të bësh gjithë ato sakrifica dhe në fund të përfundosh si i akuzuar, kjo është pastaj më bën përshtypje edhe Shqiponja. Po thua se gjysmë e Shqiponjës është koka e Skënderbeu. Po, është tjetër kompozim. Tani, kjo është faqja e parë e gazetës Koha Jon, 25 mars, 24 mars ishte sulmi i NATO-s mbi Serbinë. 100 raketa mbi Serbinë. Po, atëherë që ne habitshëm, domethënë më men atë në shërbim, në u bë një mbledhje urgjente, do filloj sulmi sonte kështu. E dilin përpara ju apo? Po, na u tha. Përpara. Na u tha që. Çfarë datë? Na u tha që do filloj sulmi mbi Serbinë. Po jo, sa ditë para kanë fjalë. Po nuk diskutojmë, diskutojmë me orë. Ose me minuta. Nuk diskutohet sepse edhe ne do. Po këtë ndjenim ne me orë ne gazetarët dinim. Jo, nuk kam pse, unë po them çfarë di në të vërtetë. Zyrtare. Dhe unë atko rria në Elbasan dhe çdo natë në darkë ne i shifshim nga balkoni avionet që kalonin. Avionet ishin nga Italia? Nga Italia ose këtej nga Kreta, nga diku këtej, po avionet bombardues, kupton, avionet bombardues. Çdo natë ishte ora se bombardimet kanë vazhduar 78 ditë. 78 ditë, po. 78 ditë. Dhe çdo darkë dhe vetëm natën. Dhe vetëm natën dhe rezultatet ishin ato që ishin, që e detyruan atë të gjynjëzojë. Ke shkrim. Mosh, shiko, ata e shtrin, po edhe ata ishin përgatitur për atë ditë. Dhe ishin përgatitur atë? Ishin përgatitur dhe ata nuk i tremi, domethënë, bombardimi luajti rol të rëndësishëm. Është ai që quhet goditja e qendrës së rëndesës këtyre objektet kryesore, vendimarrëse e tjera, televizionit. Se televizion shtetëror. Po, edhe në Kosovë, edhe në Beograd. Dhe ajo luajti ideja pastaj, sepse shtatet askush se kishte llogaritë që mund të vazhdonin në fushatë 78 ditë. Po, gjatë. Shumë gjatë është. Dhe u hodhën në tavolinë planet për ndërhyrje toksore. Në fakt një vend quhet i çliruar ose i pushtuar kur hyn këmbë ushtar. Vetëm me bombardime, kaq. Dhe kjo, dhe mbasi ata u bindën që do të shkojë këtu dhe që edhe një presion pastaj që i lanë në baltë edhe rusët, i thanë fund që ne dhe këtu e patëm. Dhe Rusia ishte cëpcëm. Po, ishte edhe aty desh të pushtoj aeroportin e Prishtinës. Me atë gjendje? Në atë gjendje. Foto tjetër? Dhe më është dash mu për ta vazhduar, unë në atë kohë erdha nga drejtori i shërbimit informativ të Elbasanit, erdha drejtori i policisë kriminale në qershor. Dhe pas jo më shumë se sa një 2-3 javë, Kosova ishte çliruar, unë kisha ëndër të shkoja një herë në Kosovë. Ku shkove? Dhe unë vajtën e parë në Kosovë kam bërë si autoritet zyrtar.
Domethënë, unë si drejtori i policisë kriminale mora gjithë shefat e sektorëve që kishim rreth 7-8 shefa sektorësh, një ekip i madh e do të bashkëpunonin me ata për luftën kundër krimit. Dhe kur kemi shkuar atje, do të ketë qenë nga Korriku ose nga Gushti. 99 gjithmonë. 99. Do të bie pak pas çlirimit, qershor, 10 qershor u çliru. Po, nga 25 qershori kanë filluar drejtor krimesh dhe ka qenë ose në Korriku ose në Gusht. Dhe më men kur ulshim në tavolinë e bisedimeve, unë kisha ekipin tim, këtu ishe një rus, një anglez, një amerikan, një gjerman, një greq. Rusët pastaj e panë shpanë mas disa muajsh, sepse është investimi i madh mash, sepse secili vend duhet ta mante me buxhetin e vet të ushtrinë që kishte atje. Edhe rusët me pas u tërhoqën pastaj. U tërhoqën sepse shkohen po duhem në votën e parë? Jo, atëherë nuk kam shkuar më vonë. Ke shkuar, te rrejët atje? Ke shkuar? Po, kam shkuar. I ke gjetur shtëpitë të gjitha? Po, shtëpitë ishin rrafshuar, mulliri ishte rrafshuar, po zonë alpine, ajo zona ku ishte, zonë shumë e bukur. Kam shkuar, me thënë drejtë, kam shkuar në dimër dhe ishte bora deri në brez. Foto tjetër? Tani, koha e qëndrimit të kryeministrave të Kosovës në detyrë. Ashim tha që është më shumë, po ja merr Albin Kurti. Si e vlerësoni qeverinë e Kurtit, se e para qeveri që është kundër Amerikës, që ka prish marrëdhënien me Amerikën? Unë nuk them që qeveria e Kurtit ka synim me prish marrëdhënien me Amerikën. Po jo, ai i prishi. Nuk është se i ka prish, ne na interesojnë shumë marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën, qeveritë vjen e vinë. Qeveritë vjen e vinë. Po Kosova s'ka prishur, s'ka prishur marrëdhëniet e veta. Bëhet fjalë për popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Shiko, duhet të jemi në analizë objektive, puna që ka bërë qeveria Kurti për vendosjen e rendit të sigurisë në Kosovë dhe në pjesën veriore është e pa konceptueshme. Landi, po? Do ta themi realitetin ashtu siç është e pa konceptueshme. Deri para se të vinte Kurti, nuk kaloi dot një forcë policore, nuk shkonte dot andej. Mitrovic. Dhe vendkalimin kufitar ata i pushtoshin sa herë doshin. Dhe është po sot policia kontrollon gjithçka. Po mirë kontrollon, po ti ke prishur marrëdhënie me Kosovën në Xhavit. Dora. Kjo ishte një problem i madh sepse edhe amerikanët dhe europianët donin që kjo të zgjidhej nëpërmjet bisedimeve. Nëse do liej të zgjidhej kjo punë me bisedime, do të ishte çik një garancia e Kosovës ishte Amerika. Po pra po. Me Amerikën ai ka shkatruar marrëdhëniet. Tani si? Nuk i ka shkatruar marrëdhëniet. Ja, i ka prish marrëdhëniet ai. Jo. Zoti Shtala. Tani këtu të kundërshtoj unë. Ai ishte i pari politikan. Unë nuk jam fare dakord me mënyrën se si po e menaxhon këtë situatë raportet ai. Nuk jam fare dakord. Po jo atë tjetër. Në raport me sigurinë, po flas me raport me sigurinë. Po me sigurinë, tani ti e di që u bë një anketim, nuk e ka bë Kosova, ka bë Gallupi. Po? Por domthonjë që anketuar qytetarët e gjithë vendeve dhe Kosova dilte me mira për sigurinë në Europë dhe e treta në botë. E treta në botë një për sigurinë. Po vjen që ka këto probleme. Po. Se kjo, shiko, siguria është edhe perceptim. Është edhe perceptim. E kupton, e percepton kështu dhe qytetarët atje perceptojnë veten sigurt. Okej, foto tjetër. Ismail Kadare, UÇK-ja është dalëzotse e kombit. UÇK-ja u shfaq si shpëtimtare e kombit shqiptar. Me rolin e saj kolosal historik, UÇK-ja bën pjesë në historinë morale të kombit shqiptar. Thënie lapidar. E pa diskutueshme. Kosova, UÇK-ja, pa UÇK-n Kosova do nuk do ishte kjo që është. Ata pse nuk ndryhim neve tha në Siri tha. Opozita ish opozita, do të thotë s'ka më tani asgjë atje. Profesionist opozitës tha Han Korosan tha në hotelet e Parisit tha. Ndërsa shqiptar tha erdhën tha nga gjithë anët e botës në Amerikë dhe luftuan tha. Dhe ne prandaj mbështetëm tha. Dhe prandaj se fitojnë ata. Po pra. Po ne duke në Katar duke. Po UÇK-ja sot jetë bankën e të akuzuarve? Kjo është fatkeqësi e madhe, Landi, dhe sido që të veja i vendim gjykate, unë besoj që Rrezik Hashimi t'i ngeli në fund ajo nuk du të bëj atë, mund t'i ngelet në fund ajo pse ka komunikuar me dëshmitarët. I kanë ditë një akuzë do dënohen e parashikon?
me kështu si po shkojmë provat, domethënë provat e mbrojtjes, është një përmbysje e madhe. Shiko, pora kjo që dëshmitë kryesore po rrëzojnë, pora që UÇK-ja ishte hierarkike klasike, po? Pra zinxhiri komandues funksiononte në rregull, që s'është e vërtet, sepse Hashimi nuk ishte pse ikte nga Rambujeja, vinte në Shqipëri, malit dilte më tanë të konsultohej me komandantët vendor dhe të shkonte prapë të firmoste. Po ti ishe vendoste vetë, thoshte kështu si them unë edhe u kry puna. Foto tjetër? Shiko. Kjo është e pike. Kjo është e pike. Tani, a ka provë më të fortë se sa kjo, se çka ka ndodhur? A ka provë kjo? Kjo është një nga miliona prova. Me këtë duhet merresh gjykata dhe kur është ndërtuar gjykata është ndërtuar për gjetë edhe këtë kush është në krye turmës. Po? Pavarësisht se mund të ketë drejtuar turmën, me gjetë edhe këtë kush është, me gjetë edhe ata që rrinë atje më qef nëpër dritarë atje dhe që kërcënojnë njerëzit, kjo gjykatë ishte bërë për krime lufte në Kosovë. Po. Ora, ç'a bën ata? Se punun ata matan, punun shumë dhe i thanë nga 98-a, dhe domethënë e kufizuan në një periudhë veprimtarinë e gjykatës në periudhë 2 vjeçare. Po? Jo më herët, se UÇK-ja ka datuar më herët. Po. Pra, synimi ishte që ata të dëmtoheshin sa më pak dhe në qendër të vijej shiko Landi. Vučići ka qenë ministër i propagandës i Miloševićit. Po. Ka qenë Goebbelsi i Miloševićit. Si që Goebbelsi për Hitlerin, ka qenë dhe me atë që ka bo ai dhe marrë deklaratat e gjitha dhe ai mund të ishe i akuzuar nga kjo gjykatë. Po jo është im thaçi. Ore, le ta akuzoshin Hashimin ata se s'kan çaj boshin, nuk kanë çaj bëjnë më, po kështu si u bë vetëm me Hashimin edhe vetëm me këta dhe asnjë nga pala tjetër, kjo nuk ka sens ku të rri. Dhe për ne duhet marrë një vendim për ta zhbërë atë. Besoj ne nuk kemi foto tjetër. Po, më bëshin e rigjes kemi foto tjetër. Tani, për ta mbyllur këtë bisedë shumë interesante, kishte përpjekje Trump për ta mbyllur luftën në Ukrainë, po s'arrit dot. Trump tha do ta mbyll për 24 orë. Po. Por që gjithë dishim që ajo fjala e Trumpit është për konsum elektoral. Se nuk edhe me pas në dorë butonat, nuk e myll dot sepse do shkruan, do bën ca marrëveshje, do nënshkruan çka i kalon 24 orëshin. Sigurisht që marr gjitha vendimet. Kështu që Trump ndoqi një stil. Trumpi ka vepruar si një gjeopolitikan i shekullit 19. Domethënë që në momentin që ai filloi do marrim Groenlandën, do marrim Panaman, do marrim këtu, ai dha oksigjen. I dha oksigjen, morën oksigjen këta liderët e egër, që nga Putini, që nga Xipingu, gjitha morën oksigjen këta. Domethënë këta e panë që rendi botëror shtymin e fundit po ja jep Trumpi. Ati rendi që kishin qenë Amerikën, duke menduar që do bëhet një rend tjetër, po do ketë po Amerikën, po nuk të lejnë më ata. Dhe çfarë? Trumpi u përpoq të mande një pozicion e një albitri dhe me mënyrën e vet të komunikimit ai kështu veproi. Domethënë që i tha sus Ukrainës, edhe Rusisë e joshi Putinin disa herë, i ka dhënë disa herë shanse Putinit, ke parasysh lefdatat, se s'du t'i përmend këtu. Pra që Putini të ulin në tavolinën e bisedimit dhe të mbylli kjo, sepse Amerika do ta mbylli shpejt, se nuk e ka hallin ke Rusia, Amerika. Me Rusinë të le të merret Evropa. Amerika ka hallin te Kina, e ka hallin në zonën e Indo-Paqësorit. Atje është problemi, atje është jugu global. Jo, sa do zgjas lufta në Ukrainë, zoti Shalë? Lufta në Ukrainë mund të përfundoj vetëm këtë mënyrë. Si? Nuk është kollajt ta kthesh, domethënë tashmë që ai Putini orientoi gjithë industrinë në industri ushtarake, ai nuk do synoj, bila ai mund të synoj që të hapi një konflikt tjetër para se të mbyllet lufta në Ukrainë. Kur ta sigurojë edhe punën e Ukrainës, do synoj të hapi një konflikt tjetër sepse gjithë këta ushtarë që janë rekrutuar, gjithë ata ajo industri që punon për luftën, nesër ngelin gjithë pa punën dhe përmysin Putinin. Kështu që atij duhet një luftë tjetër dhe ai po bëhet gati për këtë punë. Por nëse do ta bësh kjo punë bëhet vetëm kështu. Ajo Trumpi është mjeshtër që i njeh aspektet ekonomike. Duke qenë në bota biznesit i njeh këto. Vetëm
një unison, një politike përbashkët e Shtetit Bashkuara dhe Europës, duke vendosur sanksione jo vetëm ndaj Rusisë. Rusia është imune gati në sanksione. Ndaj vendeve të dyta dhe të treta, aktorëve të tjerë shtetëror dhe jo shtetëror që furnizohen nga Rusia. Veni sanksione Kinës, që mos marrim karburant, veni sanksione Indisë, që mos marrim në momentin që se këto janë indirekt financuesit e luftës. Sepse ata i marrin miliarda. Po unë skoptova atë që dronët rusë kaluan hapësirën ajrore të disa shteteve evropiane në kufi dhe s'ndodhi asgjë. Është shumë normale që Europën çështja e dronëve e zuri të papërgatitur. Bile që ta dishti aty hyn 19, Urzun 4, po kanë qenë nis 92 për të hyrë. 92 dronë dhe këtë ka deklaruar Zelenski. Kanë qenë nis sot 92 dronë për të kaluar në Poloni dhe kaluan 19 pjesën tjetër e Urzum thot. Nuk arritëm do t'i rrëzojmë gjithë. Po kjo është sulm. O sulm, ata nuk ishin të armatosur si dronë. Po mirë, ai ishte agresion. Ajo ishte, shiko, për mua e luti një rol pozitiv. Pse? E zgjoj. Testoj dhe e zgjoj, i tha këtyre që si jeni kërkun dhe menjëherë mas kësaj Europa punditësh ka marrë masat jashtëzakonshme. E para filloi atë masat kanë qenë në 3 nivele. E para në aspektin e legjislacionit ndërkombëtar dhe sigurisë ndërkombëtare, Estonia kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa debat madh dhe u akuzua Rusia sidomos për avionet në Estoni, por edhe për këto të Polonisë. E dyta ishte në kuadrin e mbrojtjes kolektive, pra u kërkua mbledhja e Aleancës për konsultim bazuar në nenin 4 të asaj, dhe aty ju bët qartë Rusisë që përveç nenin 4, nëse përsërisin duhet të aktivizojnë nenin 5, që nenin 5 është gjithë blok kundër asaj. Dhe e treta që është nga më kryesorët, filloi operacioni Roja Lindore. Operacioni në thelb Roja Lindore është modeli një operacioni që këta patën bo më përpara me rojën e Baltikut, kur po ta kish parasysh kur anijet gërmuan të thynë ose këputën infrastrukturën kritike, ato kablot e komunikimit e gjithë. Dhe në atë kohë u kryun këto shërbime me dronë, me anije, me nëndece që patrullojnë dhe nuk ndodhi më. Këtë tashmë synimi është për krijimin e një atij që quhet mur dronësh. Çfarë do të thotë mur dronësh? Do të thotë që jo mur, nuk është koncepti, koncepti është me masa. Pra, ti të kesh radarët e fuqishëm, të kesh interceptimin, të kesh identifikimin, të kesh gjithë edhe të kesh edhe para se të vinë tek ty. Dhe ky mur dronesh, pra këto masa do të fillojnë nga deti i veriut dhe deri në deri duket që ne si Shqipëri domethënë jemi out fare. Kur ndodhi kjo me Poloninë, imagjino çfarë mund të bëj këtu. Se edhe Polonia vendi antar i NATO-s. Po Polonia, shiko Landi, a di ku e çuj defektin më të madh këtyre unë? Se ka 30 milion banor Polonia, nuk është. Defekti më i madh është kjo. Inteligjenca e Ukrainës janë mjeshtra, me thënë drejtën. Dhe ata që bon, ke parasysh para disa muajsh, para 2-3 muajsh, ata bën ata invazionin me dronë të armatosur kundër avioneve strategjik nëpërmjet spionazhit në Rusi. Dhe ata futën arritën ti pozicionojnë dronat atje ku duan dhe godin. Që në atë kohë NATO-ja duhet të kishte ngrit alarmin. Çdo aeroport duhet fillonte një krehje territori herë, sepse këtë metodë nga dulen dronët në Danimark. Nuk erdhën nga kufiri, janë ngrit brenda. Pra këtë stil, këtë modus operandi, e kanë përdorur rusët për t'i tregu këtyre, ose proxyt e rusëve, për t'i tregu këtyre që shiko ne ja u bëjmë, sepse ata dronët ecin me drita natën, pra për t'u identifikuar, domethënë nëse duam t'ju bëjmë dëm, ju bëjmë. Pra, du ta kishin bo, po megjithatë landi më mirë vonë se sa fare. Okej. Zoti Shala, nuk mbaron intervista, do të ftoj përsëri unë, do të ftoj. Kismet. Jo, do më japësh fjalën mua se ishte me të vërtetë shumë interesante. Të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë dimensionale, në fakt, shumë dimensionale. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.